Med Plus, çdo të enjte me fillim nga ora 20. Ju sjell informata, tema aktuale, këshilla e çdo gjë tjetër nga fusha e shëndetësisë. Med Plus me doktor Hektor Binishi për te mjekësisë. Teleshikues të nderuar, miq të emisionit Med Plus, mirë mbrëma dhe mirë se erdhët në emision. Shëndetësia moderne po lëviz drejt diagnostikimit shpejt, të saktë dhe me ofër pacientit. Një nga teknologjitë që po transformon edhe mjekësinë familjare të ne është ultrazëri. Dikur e rezervuar vetëm për specialistët e lëmive tjera mjekësore, sot gjithnjë më shumë në duart e specialistëve të mjekësisë familjare. Por sa i dobishëm është ultrazëri në mjekësinë familjare, a mund t'i zëvendësoj referimet dhe jemi gati ne si shoqëri për këtë hap në sistemin tonë shëndetësor. Por këto dhe shumë tjera, sot kemi në emision një mjek familjar që po aplikon këtë shërbim rregullisht dhe në mënyrë shumë profesionale dhe këto informata e kemi nga pacientët. Sot në Med Plus pra, flasim për një ndryshim të heshtur, ultrazëri në duart e mjekut familjar. Në bashkëbisedim, sonte do t'jemi me doktor Josef Berisha, i cili është specialist i mjekësisë familjare. Dhe thotë, mirë se erdhe në emisionin Med Plus. Mirë se u gjeta, faleminderit për ftesën, faleminderit juve, përshëndetje për TV-syrin dhe gjithë shikuesit të TV-syrit. Faleminderit doktore, përmenda që ultrazëri deri vonë te ne, se ju në Perëndim, ka qenë një farë drejtë, të them ashtu në thojza, e rezervuar vetëm për specialistët e lëmive tjera mjekësore, e shumë a pak të mjekësisë familjare, sidomos këtu në Gjakov, shumë vonë ka fillu, përderisa në qytete tjera tazojnë Prizren e Prishtinë, mjekët familjarë në mënyrë të rregullt, edhe bukur shumë prej tyre e përdorin këtë aparat. Po juve, shka ju shtyni, apo shka ju motivoj që të përfshini ultrazërin në praksin e juaj të përditshme? A ishte veç kërshëria profesionale, apo ishte e keni vlerësuar se është edhe nevojë për pacient? Në radhë parë ka qenë dëshira të merrem me ultrazonin, gjithmonë si mjek. Pas specializimit edhe ka qenë më shumë e nevojshme për shkak të kërkesave të pacientëve për ultrasonografi të dy pjesëve ku bëjmë ne, edhe gjandrës tiroide edhe të abdomenit. Ka qenë arsyeja pse është e mundur, kryet trajnimi edhe mjekësi familjare pa ndonjë problem të aplikohet. Doktor, ne jemi të vetëdijshëm që mjekësia familjare ka një koncept shumë më të gjerë të funksionimit se sa që aktualisht zbatohet në Kosovë dhe në komunën tonë. Edhe përmendën fillim të emisionit që ultrazëri ka qenë një aparat apo një mjet pune pothuajse i rezervuar vetëm për specialistët e lëmive tjera mjekësore që janë ato spitalore dhe terciore, por ka vite që në disa qytete në radhë parë Prizren në Prishtinë, mjek familjar rregullisht e përdorin edhe ato një numër i madh i tyre, përderisa të ne aktualisht e përdorni vetëm ju. Do të kthehem për trajnimet edhe arsyet eventuale sepse jeni veç ju që e përdorni, po sido që të jetë, na tregoni se si e kanë pranuar pacientët këtë shërbim në mjekësinë familjare. E rëndësishme e kësaj është se pacientët e kanë pranuar shumë mirë. Shkëlqyeshëm ka qenë pritja atyre me ultrazonin në shëndetin primar, e sidomos kur kryhet te mjeku familjar. Sepse kur e krijon listën e pacientëve tu, edhe ata pacient dëshira atyre është që ndrojnë te mjeku familjar. Në këtë rast kanë pacientë të cilët kanë probleme tjera, qoftë stinore apo sezonale, edhe ndonjëherë edhe dhimbjet abdominale. Edhe ultrasonografia ka zgjidhur shumë çështje të ta pacient, edhe dëshira aty është të merrem unë me ultrasonografinë, edhe kur ju ndaj terminet, kur bëjnë vizita, gjithmonë doktor, a bëni ju, domethënë është pyetja e parë e pacientëve. Po pacientët janë të kënaqur edhe i përgjigjen termineve, edhe vizita me ultrasonografi ashtu sikur ja caktojnë. Doktor, ka ndonjë limit ose kufi ku mjeku familjar duhet që mbas gjetjeve që i vën ju konkretisht në ultrazon, atëherë duhet të referohen edhe konsiderohen ata pacientë, edhe konsiderohet që ky shërbim
është konkurrent me shërbimin spitalor, ultrasonografik, apo është vetëm si një plotësues i tyre? Në radhë të parë, kolegët e shëndetit sekondar, me ata kemi kontakte pak më të shpeshta, e kanë mirëprit ardhen e ultrasonografisë dhe punën time, për i cilëve kam vetëm fjalë të mira, mirë po edhe bënë zgjidhje doktor rektor ultrazonin shëndetin primar, për shkak se nuk bëjmë ngarkesë të kolegët në qendrën spitalore për gjitha udhëzimet, për ultrasonografi, qoftë tiroidës, qoftë abdomenit, duhet pas parasysh ngarkesën atje, e kry unë këto, edhe pritjet janë shumë të shkurta të pacientëve për me kry ultrasonografin në qendrën tonë. Konkurencë nuk besoj se do të ketë pas, deri sot jo, nuk kam dëgju, vetëm fjalë të mira, fjalë motivuese për punën cilin po e bëjmë në shëndetin primar me ultrasonografi. Duhet mi përmend, doktor, se edhe në aspektin ligjor është e lejuar që përdorimi i ultrazonit në shëndetin primar, po që si e thatë edhe jo, kjo është plotësim dhe është një lehtësim për kolegët tonë në shërbime tjera, sekondore dhe terciare, spitalore dhe ato klinikë Prishtinë, për arsye se e zvogëlon mbi ngarkesën e tyre me pacient, po mbi gjitha është në dobi të pacientëve, sepse pritja është më vogël, edhe si e thatë edhe jo, kontakti i mjekut familjar me pacient është prapë se prapë tjetër, për arsye se mjeku familjar dhe para të ka emrin është mjek që mirët me kretë familjen, jo vetëm atë pacient, ose atë pacientit se... Po e njeh gjendjen ati pacienti komplet, edhe ultrasonografia është një metodë plotësuese në këtë rast, edhe nga mjeku familjar duke u fokusuar ati pacienti. Cilat raste i përdorni më shpeshti si shërbim ultrazoni? Të ultrazoni rastet më shpeshta janë dhimbjet abdominale, qoftë abdomeni pjesë sipërme apo pjesë poshtme të barkut, kolikat, të rastet infeksione urinare, zakonisht. Mirë po kemi rastet tjera me dhimbje shpine. Edhe pacienti, edhe pse ekzaminon e viziton pa i bë ultrasonografi, dëshira është të bën ultrasonografin, ta përjashton mundësinë se ka një problem me veshkat. Edhe kur e bëjmë ultrasonografin, ne shohim se veshkat janë mirë, frikza urinës, përgjithësi rrugët urinare janë mirë, nuk ka ndonjë problem me ato organe. Shihet se është dhimbje lumbale apo dhimbje muskulare dhe lehtësohet pacienti brenda shëndetit primar të mjeku familjar. Doktor, profesor, ju bën edhe ultrazonin e gjendjes tiroide, për cilën do ta shohim edhe në praktikë diku ka fundi i emisionit, po ta përmendim edhe një fakt tjetër se tradicionalisht spitali i Gjakovës, Ankovat, se shumë pacienta referohen prej shëndetit primar në shëndetin sekundar apo në shërbime spitalore, dhe pse statistikat edhe të dhënat të cilat janë të rregullta tregojnë diçka krejt tjetër, por na tregoni ju. A mendoni që ultrazoni është edhe një shërbim me të cilën zvogëlon referimet pacientëve? Në rastet me probleme të gjendjes tiroide dhe në përgjithësi të abdomeni, referimet në spitalin e Gjakovës zvogëlohen dukshëm. Pacientët nuk kanë nevojë të shkojnë të malltretohen për një ultrazon gjendjes tiroide apo për një ultrazon të abdomenit, përderisa mundin me kry këtu tek ne në qendrën tonë, pa ndonjë problem, pa rritjen e fluksit në spital. Doktore, përmendim se gjatë specializimit të mjekësisë familjare, ju nuk e keni pas rastin që ta kryeni ndonjë trajnim për aplikimin e ultrazonit në mjekësinë familjare, por keni kryer një trajnim shtesë. Na tregoni cili ka qenë ai trajnim, edhe sa unë e di, s'keni qenë vetëm, po për Gjakovës kanë qenë 6-7 kolegë të juaj mjek familjar. Unë kam qenë vetë teti, me trajnimin e kemi kryer në Prishtinë, kanë qenë 16 ditë intensive tek doktor Avni Haziri, cilën nëse më lejohet edhe me përshëndet për punën cilën e ka bërë me ne, edhe e bën në gjitha gjeneratat. Ka punu me ne në këtë punë shumë bukur, shumë mirë, një edukim, një shkollim adekuat, posaçërisht për ne mjekët familjar. Kemi punu edhe trajnimin e jemi certifiku për ultrasonografin e gjendjes tiroide edhe ultrasonografin e abdomenit.
Doktor, si mas informatave unë që e kom krejtë shëndeti primari i Gjakovës, komunacion e ka vetëm një ultrazon. Po. A më ndoni që mjafton, dhe a më ndoni që kolegë tjerë të cilët e kanë, jo vetëm ata që kanë qenë me ju, po dhe tjerë që kanë kry kurse tjerë eventualisht, a meritojnë ose duhet motivohen më shumë që ta përdoren këtë aparat? Në radhë parë, ultrasonografin unë mendoj se aparaturë si teknologji duhet me dasht pjeku, dhe e dyta, një ultrasonografi është pak. Por mbi të gjitha, kolegë mbaret prej dëshirës tyne, unë prej fillimit, si më është dhënë e drejta, kam fillu, zakonisht e kam ditën e hanë, prej orës 7 deri në ora 11. Kjo tek pacientët është një shqetësim, është orari i shkurt, me le të paktën dita hanë me qenë deri në ora 14, po ose mundësia është më e mira 2 ditë në javë të punohet me ultrasonografi. Edhe kërkesa pacientëve ka qenë me vend të hanën edhe të premten, të punohet bërë 2 herë në javë se ka mjaft pacienta. Doktor, unë mendoj që minimalisht për këtu ku gjindemi, do më thonë, ne gjindemi ndërtesën ish qendra kryesore mjekësisë familjare, është qendra mjekësisë familjare këtu në pjesën e vjetër të qytetit, dhe ky shërbim aplikohet vetëm në këtë institucion, parasysh se vetëm në këtë institucion ka edhe ultraza. Unë këtu bëj apel edhe menaxherave të këtij institucionit, po edhe drejtorisë e pse jo edhe kryetarit të komunës që të bëjnë çmos që të arrisin numrin e ultrazerëve se duhet të aplikohen edhe në vende tjera, domethënë në qendra të tjera, jo vetëm në këtë qendër, brenda në qytet po dhe jashtë qytetit, me qëllim që pacientët të marrin këtë shërbim pa pas nevojë të vinë enkas për një ultraza, ta quajmë rutinor ose çfarë do, prej fshatra apo prej pjesëve tjera të qytetit, vetëm në këtë institucion. Po me një aparat është e pamundur. Nëse kemi parasysh gjithë këto shpenzime që krijon shoqëritë tonë, duhet të bëhen edhe këto për të mirën e pacientëve dhe shëndetit të tyre. Sido që tjetë, doktor, na tregoni orarin e punës më saktë, edhe unë mendoj që edhe kolegët e juaj tonë, të cilët e kanë kryer këtë kurs, duhet të insistojnë që të punojnë më shumë me ultrazon, kuptohet. Është vetëm një aparat, nuk është lehtë mi aranxhu, po prapse unë mendoj që një ditë në javë që keni ju orarin është me të vërtetë shumë pak. Sepse në këtë mënyrë edhe vojnë pacientët, po edhe nuk mund të popularizohet ky shërbim. Ceka pak më herët, doktor Rektor, orari është ditën e hanë, 7 deri në orën 11. Edhe në orën 11 do të mbyllet për shkak se ordinanca duhet të lirohet një mjeku tjetër familjar po zhvillon punën për ditë. Pastaj duhet kthejmë qendrën ku punojnë QKMF-n e re deri në orën 14. Është orar i shkurt, është orar për shkak të ekzaminimit, qoftë të gjandrës tiroidit, qoftë të abdomenit, mbushjes së raportit, pritja pacientëve gjithmonë. Unë me pacientat e bisedoj një fjali, thonë të mjeku kur kush nuk ka dëshirë të vjen vetëm zorja, apo vetëm një obligim apo një shqetësim shëndetësor bjen. Unë bëhet një kërkesë ju haptas Kuvendit Komunal, po e quaj kështu, që të zgjerohet pak orari, do të zgjatet pak orari, po dhe një ditë është pak. Të paktën të merren edhe kolegë tjerë, po nëse nuk kanë dëshirë të merren kolegë, se nuk është vetëm kolegët e gjeneratës teme, 8 vetë që të kemi kry, ka gjenerata tjera më përpara që të kanë kryer edhe në Turqi, ka vite, mirë po të punohet me ultrasonografin ngadalë, pa kurrë problemi, edhe ditëve tjera, nuk është të cek me vetëm unë, ose të paktën të mipet mundësia bile 2 ditë në javë, me orar pak më të gjatë, të kemi kohë të ekzaminojmë ngadalë, se e patë edhe vetë se ekzaminimi do në kohë me ultrasonografin, në qenë më saktë. Patjetër, unë pajtona plotësisht, jo vetëm për këtë shërbim, po edhe për shërbimet tjera keni qenë gjithmonë i motivun, po deshta tash jemi gati ka fundi emisionit, deshta t'ju pyes kur është mirë me marrë një pacient të mjeku familjar për një ultrazon e një, dhe e dyta, cilat janë ato kufizimet e mjekut familjar në aplikimin e këtij ultrazon, kuptimin se kur duhet referohet pacienti për më të
Ardhja e pacientit rekomandohet në mëngjes, esu në këto raste, pa hamër, gjithmonë, domthonë koha para ditës, është më e përshtatshme për shkak se organizmi nuk është i ngarkuar. E dyta, këtu pengesa nuk ka apo një kufi të përdorimit të ultrazonit nuk ka, mundemi me bëj ekzaminin pa kurrë problemi të gjitha rastet të gjithë pacient, por referimet gjithmonë kur vrem një ndryshim, varësisht në cilin organ, për shembull të gjandra tiroide, ndryshimet në nodul apo cis, gjithmonë në radhë parë një udhëzim i jepet për tek endokrinologu. Ka abdomeni kur zbulojmë gur nidhës, kuptohet te kirurg abdominal, kur vrem gur në veshka, gjithmonë te urologu, varësisht prej problemeve në organe i udhëzojmë menjëherë në spitalin e Gjakovës. Doktor Remi, ka fundi, në fakt, në pyetja fundit e pjesës zyrtare është kjo. Nëse një ditë e shpresojmë se sa më shpejt, çdo mjek familjar i cili e ka të kryer trajnimin për përdorimin e ultrazërit, do të kishte një ultrazon në institucionin ku punon. Sa do të ndryshonte realisht kujdesin shëndetësor dhe sa do të ishte dobishme kjo për pacientin? Kujdesin shëndetësor ndryshon shumë, e kam fjalën për të mirë, sepse përveç vizitave, analizat laboratorike në atë objekt, edhe ultrasonografia kryen punë të madhe. Do të thotë rritja numrit pacientëve, rritja sigurisë për pacientin kur numrin e madh të ekzaminimeve të përfshirë edhe ultrasonografin në atë institucion apo në atë zyrë ku punon mjeku familjar, jep benefit shumë të mirë edhe për institucionin, por edhe për të mirën e pacientit. Doktor, për fund mbetet më falenderoj shumë për disa arsye. Arsyeja por arseni keni pranuar, thash aktualisht i vetmi që të merrni me këtë shërbim edhe pse ju punoni në qendrën kryesore mjekësisë familjare, duheni marrë këtu, prapë duhet më kthym pas, që unë këto nuk e kuptoj pse ndodh, por sido që të jetë, menaxherët duhet kujtoj ta kenë parasysh se një ditë spoku, një ditë komplet spoku, komplet një ditë duhet me qenë. Kjo është minimumi, duhet me qenë shërbimi në dispozicion për pacient, jo për doktor. Atëherë pra ne do të vazhdojmë pjesën mbase edhe kryesore edhe më të rëndësishme për publikun, e kjo është demonstrimi praktik i aplikimit të ultrazonit në pacient. Doktor, ju e keni siguru një pacient e në kas për remisionin tonë, tani keni momentin që ju të na demonstroni se si aplikohet, cilat janë gjetjet dhe në cilat raste përdoret më së shpeshtë nga ana juaj. Tek pacientit të cilin e kemi sot për ekzaminim me ultrazon të gjandrës tiroide edhe të abdomenit, pacienti ka pas ankesë i ceket edhe shenjat më përpara. Trahurat shpejta të zemrës, mbi peshë, lodhje, plagështi, edhe pas vizitës cilën e kemi bën QKMF para një javë, kemi vendosur sot ta bëjmë ultrazonin edhe gjandrës tiroide të pacientit edhe të abdomenit. Doktor, do më thonë, sot për na mundsoni neve dhe publikut që në mënyrë praktike ta shohim se si demonstrohet apo si aplikohet ultrazoni i gjandrës tiroide dhe abdominal, veç para se të fillojmë me ekzaminimin e juaj, na tregoni se çfarë mund të zbulon ultrazoni i gjandrës tiroide. Ultrazoni i gjandrës tiroide në radhë parë të një gjandër tiroide shohim formën, mallësinë, homogenitetin e saj, edhe sipas moshës, edhe sipas gjinisë. Por mundet me zbulu lloje ndryshme cistave, të cilat dinë mu paraqit në raste të shpeshta tek gjandra tiroide, tek ndonjë nodul apo tek ndonjë prishje e strukturës së gjandrës tiroide të pacientit. Atëherë, doktor, ndoni ju ekzaminimin, ta bëni me pacientin. Falenderoj pacientin gjithsesi që ka pranuar për të mirën e publikut me qenë edhe në ajnë këtë emision. Atëherë. Kena me bërë ekzaminimin të gjandra tiroide, gjelli është pak i ftoftë, mos u bën mëra. Dhe
të kokën pak natë. Atëherë këtu e kemi lobin e majt, gjandër steroide. Isthmusin lartë, lobi djathtë, isthmusin, edhe lobi i majt. Si që cekëm edhe ma herë, doktor Hektor, të lobi i majt, dhe të thëtë i gjandër steroide, vret në ndryshim cistik të pacienti. Këto për me konstatu e këshyrim edhe me vaskularizim. Do të thëtë, a mos në fshet në jenë e gjakut, apo ndonjë kapilar, po si shrihet, do të thëtë kjo hije këtu nuk ka qarkullim gjakut. Edhe konstatojmë se është një ndryshim cistik në lobin e majt të gjandrës steroide. Po të njëjtën kohë, përveç gjandrës steroide, edhe venat të qafa, do të thotë arterien karotide, venën jugullare, mundemi me ekzaminu me këtë aparatur, është sonda e njëjtë, e cila përdoret. Kthehemi prapë të lobi i majt i gjandrës steroide. Se shrihet struktura e gjeniteti është i mirë të pacienti. Prapë kemi kaona djathtë, thëtë, venën jugullare dhe arterien karotide. Do thotë ky aparat e mëson edhe kontrollimin e arterëve karotide, domethënë kryesore. Po vena kryesore të qafës, do thotë matë qarkullimin e gjakut, formen, mallësinë, gjithë edhe të venat e kryesore të qafës. Do thotë të ndryshimi cistik në radhë të parë njëherë, e bëjmë matjen e tij. Do thotë është 0.56 cm me 0.53. Në ndryshim cistik. Doktor, gjetjet e cistave në gjandrën steroide janë mjaft shpeshta, kur pacienti duhet të brëngoset ose mjeku kur vlerëson që duhet të ndërmirë diçka më shumë se sa veç një. Me njëherë aty e shoh shqetësimin të pacientat, mirë po kur e vrejmë se është veç një ndryshim cistik, me njëherë në e bëjmë një udhëzim, po duke rujt pacientin, duke i këshilluar se nuk është diçka shqetësuese, do të thotë nuk është diçka alarmante, ajo mund me qenë prej kohësh aty. Ka pacienti i cili me vitet tona ka cist në gjandrën tiroide, edhe në lobe, edhe nuk ka pas në ndërhyrje, apo terapi obligative me marrë edhe nga endokrinologu. Po në këtë rast ne e udhëzojmë te endokrinologu, me njëherë edhe hulumtimet e matutjeshme, çka do të jetë e nevojshme, për përcjellje me ultrasonografi, shpesh harxojnë besimin edhe vinë prapë në shëndetin primar, do të thotë të unë, të mjeku familjar, për përcjelljen e gjendjes. Tani po e bëjmë matjen e lobëve. Matja e lobit djathtë është 1.97 me 1.50, është normale. Lobi djathtë. Gjithmonë e matjen edhe isthmusit, edhe isthmusi ka masi normale. Tani matja e lobit të majt, ku edhe u paraqit ndryshimi cistik. Edhe lobi i majt, do të thotë edhe pse ka ndryshimin cistik, eugeniteti është mirë, forma, masia është normale të pacientit. Doktor, në princip, sa kohë zgjat një ultrazoj gjandrës steroide, ne edhe dyta pam që nuk është një procedura dhëmshme për pacientin, edhe lehtë edhe shumë e dobishme, sepse ne jep shumë informata për funksionimin e gjandrës që është tepër e rëndësishme, siç është gjandra tiroide. Sa zgjat? Dikun 8 deri në 10 minuta e patë edhe vetë, është ekzaminimi, varësisht edhe prej patologjive të cilat i kemi në ato raste, se kur kemi një nodul apo një ndryshim pak më të theksuar, normal na merr kohë pak më tepër, po të këtë raste 8-10 minuta më shumë të merr kohë. Doktor, do të flasim pak edhe për aplikimin e ultrazonit abdominal apo të barkut, të cilat jo bëjnë rregullisht patjetër. Cilat janë ato raste më të shpeshta për të cilat duhet të aplikohet ultrazoni, edhe nëse ka mundësi prap
të kërku edhe mirëkuptimin e pacientit, ta bëni një ekzaminim, që publiku ta shohin saktësisht se cilat organe mund të ekzaminohen përmes ultrasonit. Te ekzaminimet e abdomenit me ultrasonografi e kemi prej organeve të abdomenit pankreasin, mëlçin, ilësen, veshkat, shpretkën, vezikën urinare, prostatën tek mashkujt. Këto ekzaminime kryhen me ultrasonografi në abdomenit në shëndetin primar, nga mjeku familjar. Doktora, kishë mund një po me ultrazat se si duken këto organe në këtë aparat. Merë frymë fel, në shënë frymë ka dalë. Tani të ekzaminimi i ultrazonit abdomenit, në radhë parë kërkojmë pankreasin. Merë frymë fel, kështë të barku në lërbri. Merë frymë fel, edhe në shënë frymë. Merë frymë fel. Kuptohet të ultrazoni abdomenit, mirë është bëhet në mëngjes, esull, pa hëngër, pacienti me qeni pa ushqym, merë frymë fel edhe një herë të lutem, edhe fel kështë të barku në nërbri edhe në shënë frymë. Shoh frymë ka dalë. Tash arterin mezenterike superiore kapin, po në këtë pjesë të kemi, është nuk bati ngjizimi pankreasi. Tani muj me kalu të ekzaminimi i mëlçisë, edhe në njëjtën kohë dhe ilca përfshihet këtë pjesë. Pra mund vrejnë gurt në Po, tëmë doktor, me këto tash të ekzaminimi i mëlçisë edhe të ekzaminimi i ilcës mundën mu vrejt edhe gurt në ilcë, merë frymë fel, edhe në shënë frymë, merë frymë fel, dhe të në rritë qëtë, kemi të bajmë me një mëlçi, dhe të thëtë në gjuhën popullore pak mëlçi ma yndyrosne, edhe pacienti një kohë ka nku prej holesterolit edhe trigliceridit të ngritën, edhe faktikisht edhe të mëlçia dhe të thëtë ku vrejt hjezimi, dhe më në hipererogenitet më i shprehun, dhe më në kemi të bajmë me një holesterol të rritën në organizmin e pacientit. Do thot edhe herë, me ultraza mund vrejmë edhe depozitimin e yndyrës në regionin e mëlçisë, si pasojë e rritjes së yndyrës, edhe tek jo vetëm analiza laboratorike, edhe tek shpretka, edhe na frymë fel, në shoh frymë ka dalë. Fryje barkun pak më lutem. Fryje barkun. Shkëtu në shoh frymën të lutem. Edhe njëherë fryje barkun pak. Shkëtu në shoh frymën ka dalë. Apritaj më këthy në krahun e majtë pak, të lutem. Edhe pak. Një. Merë frymë fel edhe në shënë frymën. Cila pjesë, doktor, tash? Tash ekzaminimin e ilcës, për shkak se në atë pozitën shtrirë në kokër shpinës pacientit nuk mundën edhe shpesher ta ekzaminojmë ose ta kemi në ekran edhe detyrojmë të kthehet në krahun e majt, puna se të ekspozohet sa më mirë ilca në këtë rast. Merë frymë fel edhe në shënë frymën ka dalë. Më tani në ekspozohet pak ilca ma e kjartë në këtë pjesën këtu. Shihet se muret janë me hipererogenitet më shprehun, ose mur pak më i trash i ilcës, po lumeni i ilcës kryesisht është i zbrast. Nuk ka përmbajtje të gurit në ilcë. Unë do me bëjë dhe një matje të saj, asi normale. Këthëm në shpinë, të lutem, këthëm në shpinë. Merë frymë thellë, në shoh frymë. Dhe më tash këtu kemi një figurë pak më të qartë të mëlçisë, komplet. Të këto ndryshimet do të thotë me hipererogenitet gjithmonë ne përdorim edhe vaskularizimin pak, për shkak se na tregon se kemi të bëjmë me venat edhe me arteriet e regionit mëlçisë. Nuk ka ndonjë ndryshim. Fryje barkun pak. Në shoh frymën ka dalë.
Mirë shumë. Frye bark. Edhe në shën frymën ka dalë. Frye barkun edhe jatutën. Shoh frymën ka dalë. Mirë shumë. Tani kalojmë te ekzaminimi I veshkave. Nuk vret ndonjë ndryshim cistik apo ndonjë gurë në këtë regionin e veshkës së djathtë. Bëjmë matjen e saj. Forma, masia është normale te veshka e djathtë. Kalojmë me ekzaminimin të veshka e majtë edhe të regioni I shpretkës. Mirë shumë, edhe veshka e majtë ka formë masi normale, nuk ka ndonjë ndryshim, cist apo gur apo ndonjë çrregullim tjetër, nuk vret në ultrasonografi. Ekzaminimi I shpretkës jemi. Në nevojitet bashkëpunimi I pacientit në këtë rast me frymarrje për më ekspozu shpretka sa më mirë në ultrasonografi. Me frymë, edhe tash kalojmë te ekzaminimi I frikëzës së urinës edhe I prostatës. Te frikëza e urinës kemi një frikëzë e urinës zbrazë. Po. Tash kemi prostatën me ekzaminim. Prostatë me formë masi normale, nuk ka ndonjë ndryshim patologjik të prostata. Sa përket pjesëve të abdomenit, do të thotë gjitha organet janë në parametra normal, formë, masi, eugenitet normal, përveç të mëlçia dhe të shprehtë ka pak se hipoeugjeniteti është pak më I rritur për shkak të yndyrës të deponuar aty pak më tepër. Doktor, faleminderit për gjitha këto shpjegimet, të cilat janë me vërtet shumë dobishme për gjithë ne. Falenderojmë edhe pacientin I cili ka pranuar me qenë sot bashkë në këtë emision. Atëherë edhe herë ju falenderoj shumë, shpresoj që do të takohemi edhe në emisionet kur atëherë kur ne mendojmë që do të kemi ndonjë informatë. Faleminderit edhe për jush, edhe për kohën, edhe për organizimin, për gjitha. Ju urojmë punë të mirë. Faleminderit doktor, në fund një pyetje personale. Ju keni qenë, pa egzagjerime, ju keni qenë një specializant shembullor dhe sot jeni një specialist I afirmuar. Dhe kur ju shoh sot si specialist, tash po ju folem me ti, më kujtohen ditët e specializimit, fillimin e juaj, dyshimet, motivimit edhe e ardhmja, dyshimet për të ardhmen se si do shkon e keni vërtetuar që me angazhim të madh çfarë bëni ju, suksesi nuk do të mohohet asnjëherë për askujt, po sido që të jetë na tregoni për ata mjek të cilët akoma nuk kanë vendosur me marrë specializim. E presin që 2 vjet më hap specializimi. E hezitojnë të jetën kur më marrë mjekësinë familjare. Keni ndonjë porosi për ata? Në radhë të parë, faleminderit për vlerësimin, doktor rektor. Unë kam pas fatin prej kur kam hyrë listën në rrogave në vitin 2009, që kam në radhë të parë kryeshef ju për menaxhimin perfekt, mbështetjen perfekte nga ana ime, po edhe si specializant 3 vite rekord kemi qenë tek ju. Kjo qendër ku jemi sot ka qenë renovim edhe kish prej gatishmërinë kemi qenë 3 specializanta, na keni marrë dhe në klinikën e juaj private. Unë të jam mirënjohës gjithë jetën për punën, për sakrificën, për gatishmërinë për gjitha. Duhet punoj edhe më tepër kur trajnerin gjatë specializimit e kam pasur gatshëm edhe mbështetjen ditën natën kur ka qenë nevoja për jush. Tek mjekët e praksës përgjithshme, kolegët edhe koleget, më vjen shpesh me bisedu, mundohem mi nxit sa të moj për me marrë mjekësinë familjare, mundën me punu me të gjitha, kryet specializimi, me të vërtet është një horizont I gjanë, më me quajtur ashtu mjekësia familjare. Mirë po, unë ju them se mundem me kryer trajnime tjera me të gjitha tunis, me ultrasonografi dhe me ekzaminime tjera të cilat lejohen edhe në mjekësinë familjare. Po uroj edhe sigurimet shëndetësore,
Ato e presim në si mjekësi familjare, ajo luan rol shumë të madh, se krijohet lista pacientëve dhe siguria e pacientit edhe për gjitha çka i përket shëndetit primar, edhe sigurimet shëndetësore luajnë një rol këç. Patjetër, doktor Adher, faleminderit. Faleminderit edhe për jush. Miqtë mi, ultrazërin e durët e mjekut familjar duket se nuk është më e ardhmja, por një realitet që po troket edhe tek ne. Ultrazëri nuk është magji, por në duart e duara, si puna doktor Jozefit, është një dritare e shpejt brenda trupit tonë. Pyetja mbetet, a do të përqafojmë këtë ndryshim në kohë? Dhe ne në ndërkohë dhe gjithmonë të kujdesemi për trupin dhe mendjen tonë. Kaq kishim për sonte, bashkë mjaftosh. Med Plus, çdo të enjte me fillim nga ora 20. Ju sjell informata, tema aktuale, këshilla e çdo gjë tjetër nga fusha e shëndetësisë. Med Plus me doktor Hektor Binishi për te mjekësisë.